të bën të reflektosh në radh parë për qenien njerëzore, sepse në fundit ajo çfarë dhurohet nëpërmjet artit është mbushja e shpirtit, kështu që është një moment të reflektimi dhe pikërisht nuk mund të ndodhë më mirë se ku në një ambient siç është një teatr, siç është eksaktësisht teatri i operës, ku njerëzit hyjnë, fokusohen për diçka që do të mbushen shpirtërisht kur do dalin jashtë saj. Mendoni që opera, të paktën më specifikisht, e ka akoma aftësinë që t'ju flas tensioneve të sotme, apo mos ndoshta po kthehet në diçka që më shumë e ruajmë se sa e përjetojmë? Ka hapësira dhe po të hedhim një sy operave edhe në Europë, kanë atë forcën e të shprehurit të aspekteve dhe ngjarjeve aktuale, të cilat lidhen ngushtësisht me ngjarjet historike ose momente të cilat shenjojnë një aspekt të caktuar politik apo historik, social. Jetojmë në një kohë kur gjithçka sa vjen dhe bëhet më e shkurtër, nga vëmendja e njerëzve është më e kufizuar, aftësia e tyre për të përqendruar është më e pakët, përmbajtja me të cilën ushqehemi online është gjithmonë më e shpejtë, me video gjithmonë më të shkurtra, ndërkohë që si opera dhe baleti kërkojnë krejt të kundërtën e kësaj, kërkojnë përqendrim pak më të thellë, kërkojnë më shumë durim, vëmendje më të gjatë, dhe ndërkohë që diskutohet në këto kohë se cilat forma ose cilat zhanre të artit do mbijetojnë ose jo, jam kurioz fillimisht të di nëse ne si njerëz e kemi akoma kapacitetin për ta përjetuar operën dhe baletin si dikur, si më përpara. Faleminderit për pyetjen, të vërtetë është pyetje shumë aktuale dhe pikërisht duke qenë aktuale të bën të reflektosh. Të bën të reflektosh në radh parë për qenien njerëzore, sepse në fundit ajo çfarë dhurohet nëpërmjet artit është mbushja e shpirtit, kështu që është një moment të reflektimi dhe pikërisht nuk mund të ndodhë më mirë se ku në një ambient siç është një teatr, siç është eksaktësisht teatri i operës, ku njerëzit hyjnë, fokusohen për diçka që do të mbushen shpirtërisht kur do dalin jashtë saj. Dhe në atë moment ndoshta është dhe koha më e dur për të reflektuar dhe pikërisht nga rastet e shumta të cilët persona, individ, ardashës ka qenë prezent në teatr, me të vërtet kanë falenderuar artistët, por dhe gjithë për ato ndjesi që kanë marrë, duke u ndalur një moment nga ajo përditshmja e tyre, nga të gjitha ato angazhime dhe ngarkesa të cilat në kohët e sotme kërkojnë me të vërtet një ritëm shumë të shpejtë. Dhe kështu që detyrimi i të ndalurit duke u fokusuar në një që kaq të bukur, fisnike dhe shpirtërore, i bën ata dhe të reflektojnë dhe që të vinë me dëshirë dhe herën tjetër. Kështu që mund ta themi është një thirrje për të ndalur dhe për të reflektuar për atë çfarë arti fal pa kushte. Ju keni afërsisht një vit në këtë rol si drejtori i teatrit, operës dhe baletit, po a ka patur një realitet me cilin jeni përballur që nuk e prisnit para se ta merrnit këtë rol? Në të vërtetë besoj për çdo drejtues, aq më tepër edhe për faktin se unë vija nga një sistem akademik që në të vërtetë ndoshta është dhe më i duri, duke marrë parasysh faktin që furnizimet dhe ajo çfarë ne ndërtojmë sot është për të ardhmen dhe e ardhmja janë të rinjt dhe të rinjt janë Universiteti i Arteve në rastin konkret të lidhur ose shkolla e baletit e lidhur ngushtë me teatrin e operës. Dhe vështirësitë janë shumë të mëdha sepse në radh parë është diçka komplet krejt ndryshe për ty, por ditë për ditë duke punuar dhe duke parë të gjitha aspektet, po duke ndarë dhe vizionin tënd, se normalisht ti ke shkuar me një ide të qartë, me një platformë që detyrimisht do të përballet me gjitha ato sfidat e përditshmërisë. Kështu që ka shumë aspekte, nga aspektet burokratike, të cilat do të doje që të realizoheshin shumë më shpejt, sepse koha të duket sikur të përfundon atë që tham dhe më parë, por në të vërtetë ka procedura, ligje të cilat si në çdo vend të botës kanë kohën e tyre dhe ndoshta këto janë ato limite të cilat të bëjnë që të mendosh që duhet
gjithmonë të gjesh një rrugëzidhje dhe pse në atë moment diçka shumë e vështirë. Duke u nisur nga vënia në skenë e disa veprave të cilat do doje të kishe disa produksione më të mira, të cilat kërkojnë më kohë për të realizuar ose për disa investime të cilat mund të jenë të nevojshme, por jo të domosdoshme, por gjithsesi ndikojnë në përmirësimin e aspekteve të cilësisë e të tjera. Se domethënë kur e shikon nga jashtë njerëzit, po dhe unë vetë domethënë përfitëroj anën artistike të punës tuaj dhe anën kreative, po sa është realisht dita juaj e ndarë midis proceseve administrative dhe anës Unë, siç e përmenda edhe më parë, vi nga një edukim ndryshe, por i lidhur ngushtësisht me artin, duke marrë parasysh që kam punuar për shumë vite në Universitetin e Artit, ku ende jap lëndën e kompozicionit, që gjithsesi është e lidhur ngushtë, sepse në fundit kompozitori është ai që krijon operën dhe gjithçka. Në kuptimin patëm nuk do të kishte ekzistuar as muzika. Por këtu kemi të bëjmë me aspekte të tjera, duke u nisur nga aspekti i menaxhimit të resurseve, i menaxhimit të artistëve, i menaxhimit të kohës, i menaxhimit të gjithçkaje çfarë ka të bëjë me atë dinamik të cilën në teatrin, në çdo teatr të botës është shumë e shpejtë dhe koha është me të vërtet një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse sado që ti të kesh marrë të gjitha masat për të përgatitur një shfaqje shumë të mirë, në momentet e fundit mund të ndodhë gjithçka krejt e papritur. Dhe është diçka që nis nga pothuajse në rastet veçanta nis nga zero, duke qenë për shembull një regji e re, një produksion i ri, një opera e cila vihet për herë të parë në skenë dhe kërkon një angazhim dhe një dinamik shumë të madhe, shumë të shpejtë, gjë që mund të hidhet poshtë për arsye të ndryshme, duke u ndalur tek aspektet teknike, tek mungesa një artisti i cili në momentet e fundit ka diçka që nuk mund të jetë prezent, deri tek sëmundjet, deri tek të papriturat të cilat duhet i menaxhosh në kohë shumë të shkurtër. Kështu që dinamika është me të vërtetë gjatë gjithë kohës, dhe pse përtej orareve duhet punë, por duhet vendosur opera në skenë. Kështu që pavarësisht se një ose 2 ditë më përpara ka qenë gjithçka gati, ka ndodhur diçka që të gjithë duhet të dalin në punë deri në momentin e hapjes së siparit, që kjo opera ose koncerti ose gjithçka e lidhur me teatrin të jetë në mënyrë më perfekte të mundshme, sipas kushteve dhe të gjithë potencialit që ka në atë moment opera për ta vendosur. Ndihesh ndonjëherë sikur të ka larguar pak nga pjesa artistike, se ju jeni dhe kompozitor? Në të vërtetë jam larguar shumë, por që në këtë vit të parë puna ka qenë shumë e madhe, ashtu siç do të jetë edhe në vitet në vazhdim. Është një sfidë, është një mision, aq më tepër që në fundit teatri do të vazhdoj me çdo që do ta drejtoj, por detyra jonë është që të përmirësojmë gjithçka, se në fundit operat dhe të gjitha produksionet shkojnë drejt përmirësimit, sepse teknologjia shkon drejt përmirësimit dhe gjithçka që lidhet ngushësisht me realizimin e operave dhe të gjitha shfaqjeve në teatr, ashtu si me kushtet, me të gjitha rregullat të cilat dhe në teatrot evropian shkojnë drejt një lloj normalizimi të përbashkët, të cilat ndikojnë pozitivisht në jetën e artistëve, por edhe në atë çfarë publiku pret. Por realisht është një mision i cili sado i vështirë që është, por duhet marrë parasysh që unë personalisht vetë kam një mision për të përmirësuar disa aspekte të cilat kushdo që të jetë më pas, por dhe vetë artistët të kenë ato komoditetet, qoftë edhe diçka më shumë, të cilat do të përmirësojnë në vitet e ardhshme çdo gjë që kanë të bëjnë me kushtet e realizimit të një opere. Në fakt, si opera, edhe baleti, sidomos baleti klasik, kanë pasur gjithmonë një lloj ndjesie prestigji dhe një lloj distance. Nëse mund ta them më thjesht, opera nuk është si kinemaja, domethënë nuk është një vend ku ti mund të shkosh çdo javë ose një herë në 2-3 ditë për të parë një shfaqje të re, dhe jo të gjithë e kanë aksesin ose mundësinë për ta kuptuar ose shijuar siç mund të shijojnë një film.
Dhe duhet ju pyes, më thënë, a mbetet akoma një hapësirë ekskluzive në të paktën në Shqipëri? Po dhe jo. Në të vërtet, opera në Shqipëri është shumë e arritshme nga të gjithë. Është me të vërtet përveç pozicionit, përveç kushteve, përveç edhe faktit që biletat janë shumë të favorshme për çdo lloj publiku dhe ardashti. Por gjithsesi këtu ndahet në kategori të cilët janë të edukuar ose dhe të rinj për sa i përket sidomos operës. Publiku i koncerteve simfonike është gjithsesi më i zgjedhur sepse detyrimisht ata janë të mësuar me një lloj historiku për sa i përket muzikës simfonike, të cilët vinë rregullisht për të ndjekur koncertet simfonike, ashtu si dhe baleti dhe opera janë më tërheqës për një publik i cili jo detyrimisht është njohës i veprave muzikore ose operistike e të tjerë. Por mund të them që me të vërtet këto kohë publiku ka qenë në një moshë, në një mesatare tepër të re. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar dhe vihet re edhe nga të gjithë huajt që vinë, sidomos regjizor apo dirigjentë të cilët kanë të bëjnë me orkestra të tjera dhe me trupa të tjera që performojnë në teatru të ndryshme të Europës dhe jo vetëm, por u bën përshtypje fakti që në publik ka shumë të rinj, gjë që është me të vërtet shumë e mirë sepse siç e dim, mesatarisht në teatrot europiane, mesatarja e moshës është më e lartë dhe fakti që në një Shqipëri të vogël ka një dëshirë, mund të them relativisht goxha të mirë për sa i përket ndjekjes të gjitha shfaqjeve të teatrit kombëtar, të operës dhe baletit dhe ansamblit popullor, është për të përgëzuar sepse këta të rinj të cilët her pas here sjellin dhe moshatarët e tyre duke u ndier mirë dhe duke njohur dhe operën dhe atë çfarë mund të dhuroj një teatr, atë që biseduam dhe më parë, me teknologjinë, me telefonat, me ritmet, me kërkesat e tyre ndaj detyrave që kanë çdo ditë lidhura ngushtë me digitalizimin, me teknologjinë, i bëjnë që të jenë më të pakujdesshëm ndaj fokusit tek arti, sepse arti kërkon, ashtu si të vetë artistët, kërkon një disiplinë shumë të fortë, por anasjellta as dhe te publiku kërkon një përgatitje apo një dëshirë për të gjendur në situata ku me orë të tëra ti duhet të dëgjosh një orkestër të përbërë me X instrumentistë, të cilët për orë të gjata duhet të performojnë dhe ti duhet të dëgjosh pa u marrë me ato çfarë je mësuar të merresh gjatë përditshmërisht. Çfarë mendon se e sjell këtë diferencë që këtu tek ne mosha mesatare e publikut që ndjek shfaqjet në opera dhe në balet është më e re ose më e ulët se sa në vende të tjera? Janë shumë arsye. Në kuptim, në radh parë është historiku i teatrove të Europës, të cilët kanë një histori shumë të gjatë pas krave dhe të gjitha aspektet sociale, të gjitha aspektet historike që e kanë përfshirë një vend, duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit, viteve të fundit në Shqipëri, ku ne jemi më të prirur për të afruar dhe mundësitë kanë qenë dhe më të mëdha, qoftë për artistët për të marrë me art, por qoftë edhe për familjet, prindit të cilët investojnë tek vetja e tyre, tek fëmijët për te gjithë profesioneve të cilët ata zgjedhin, por edhe të kenë një hapësirë të vogël dedikuar artit, qoftë me kurset, qoftë duke ndjekur shfaqje në teatr, në opera, koncerte të gjitha llojeve gjinive, siç e shihni dhe vetë, në kuptimin ka aq shumë aktivitete, të cilat këto detyrimisht janë të lidhura dhe ngushtë me njëra tjetrën dhe sjellin një zhvillim kulturor dhe një njohje me të gjitha aspektet e artit. Kam një pyetje në lidhje me proceset tuaja të punës. Jam kurioz si përzgjidhet një vepër që vihet në skenë në teatr, lidhet më tepër me instinktet artistike, pritshmëritë e publikut, peshën që mund të ketë nga ana historike? Ka shumë aspekte, duke nisur nga në radh parë potenciali i teatrit për të realizuar një vepër, qoftë në balet, opera, simfonike dhe të tjerë. Pra, duke bërë një analizë të gjithë komponentëve për të realizuar një vepër,
për aspektet e cilësisë, për aspektet e mundësive, për aspektet e menaxhimit qoftë provave, duke nisur që nga potenciali i regjisë, dirigimit, instrumentistët të cilët angazhohen, pra vështirësive që ka një vepër për ta vendosur në skenë, duke marrë parasysh që nga produksioni tek teknika, tek vështirësitë për sa i përket të lidhura ngushtë me pjesën artistike, vokaleve dhe të gjitha këto së bashku bëjnë atë që duhet të përzgjedhësh për të nxjerrë rezultatin më të mirë, dhe pse ndoshta ne mund të duam të vendosim në skenë një vepër shumë të vështirë, por që aktualisht disa aspekte teknike, siç mund të jetë teknologjia, nëse një regjisor i ri vjen dhe kërkon një aspekt shumë të vështirë teknikisht, qoftë në realizimin e një vepre me logjistike ku për shembull ndriçimi kërkon materiale dhe aspekte shumë të komplikuara të cilat teatri nuk i disponon në një moment të caktuar, ose po ashtu një dirigjent që kërkon një vepër e cila kërkon një orkestër shumë të madhe, masive, gjë që teatri operës nuk e posedon. Kështu që duke marrë parasysh këto, pastaj bëhet një analizë dhe për sa i përket veprave të cilat kanë të bëjnë me historikun, me repertorin, të cilat janë vepra që publiku i pëlqen, i njeh, siç mund të jetë një opera që e marr për shembull Traviata, që është një vepër shumë e dashur për publikun, e cila duhet të rikthehet shpesh dhe quhen vepra repertori, ashtu si dhe për aspektin simfonik apo edhe për baletin, të cilat ka balete që janë klasike dhe njerëzit i preferojnë më shumë sesa ndoshta një balet modern që mund të jetë me të vërtetë shumë realizuar, shumë bukur, por që nga njohjet e tyre është më afër një balet klasik, siç mund të jetë në Arthyesi ose balete të cilat liqen i mjelmave e të tjerë të tjerë. Mendoni që opera, të paktën më specifikisht, e ka akoma aftësinë që t'ju flas tensioneve të sotme, apo mos ndoshta po kthehet në diçka që më shumë e ruajmë se sa e përjetojmë, sepse për shembull piktura deri diku e ka humbur aftësinë në shkthyer në diçka shumë ekskluzive, shumë e izoluar për një stres të caktuar njerëzish, ndërkohë nuk e di nëse opera në të vërtetë ka hapësira dhe po të hedhim një sy operave edhe në Europë, kanë atë forcën e të shprehurit të aspekteve dhe ngjarjeve aktuale, të cilat lidhen ngushtësisht me ngjarjet historike ose momente të cilat shenjojnë një aspekt të caktuar politik apo historik, social e të tjerë. Kështu që kompozitor të rinj nëpër Europë sot krijojnë opera të cilat nuk janë në atë masivitetin e operave klasike, por më shumë fokusohen tek ajo çfarë tek publiku mund të shkaktojë një operë e vendosur dhe reagimet e tyre në lidhje me një situatë të caktuar që është e lidhur ngushtë me subjektin e operës. Dhe duke parë këtë filozofi që ju sapo përshkruat për zgjedhjen e veprave, çfarë projektesh konkrete pritet që të vjen në skenë, në të ardhmen e afërt? Së shpejti, siç e keni vënë re, duke nisur që nga sezoni në shtator deri në ditët e sotme, ne e çelëm me një koncert simfonik të këngëtares së mirënjohur Ermonela Jau dhe pikërisht pas asaj me operën Traviata, e cila ishte një produksion totalisht i ri, me një emër nga më të mëdhenjt për sa i përket regjisë botërore të operës, i cili është Ugo Deana, një regjisor jashtëzakonshëm, dhe sollëm këtë regji me një Traviat krejtësisht re, me emrat e mirënjohur të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe të ftuar, të cilët për 4 net mbushën sallën e Teatrit të Operës dhe Baletit dhe kishte një kërkesë të jashtëzakonshme për të qenë prezent në sallë. Po ashtu opera e cila pasoi ishte opera Trovatore dhe ajo ishte një sfidë e madhe për të gjithë stafin për të realizuar, sepse siç përmenda më parë, ka disa opera të cilat sot në kohët moderne kërkojnë një teknologji dhe angazhime të cilat jo çdo teatër mund t'i mundsojë. Teknike, sepse çdo teatër ka specifikat e veta. Kështu që përballëm dhe aty me disa problematika deri në momentet e fundit për të realizuar, sepse regjia ishte një regji në një konteksti modern, por gjithsesi duke u bazuar tek historia klasike e operës, pa e
transformuar atë. Por në aspektet teknike ishte një operë e cila ishte një sfidë për teatrin e operës për realizimet teknike që kërkonte, duke nisur nga ndriçimi deri tek ndarja e skenave e të tjerë. Dhe më pas kemi nisur vitin dhe me koncerte simfonik, të cilët kanë pasur në fokus të ftuar instrumentistë kalibrit botëror, ashtu siç ka qenë dhe Giuseppe Gibboni, një nga violinistët më në zë të repertorit violinistik, dhe vendosëm në skenë baletin Lola, e cila ishte një rikthim me një produksion të ri, ashtu si dhe ansambli ka pasur fokusin dhe vëmendjen e vet, duke pasur dhe një publik i cili e ka mbështetur në të gjitha ngjarjet artistike që ka pasur këto kohë. Do të vazhdojmë me operën Cavalleria Rusticana dhe Gianni Schicchi, më pas po e them do të jetë baleti Carmen, ku të ftuar dhe e cila ka ardhur tashmë në Tiranë dhe po punon është Beta Toromani, të cilën e presim me padurim vënien në skenë të kësaj vepre. Po ashtu do të jetë i ftuar Tedi Papavrami me 24 kapricot e Paganini, dhe së shpejti do të kemi dhe koncertin me një nga kitaristët më të mirë të repertorit klasik të kitarës, i cili vjen me një nga koncertet më të bukur për kitarë në datën 18 me orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Do të kemi dhe një opera opera shqiptare e kompozitorit Nikola Zoraqi, e cila do të vjet në skenë në fund të majit dhe më pas do të vazhdojnë me muajt në vazhdim. Po, është ndonjë nga këto projekte që ju duket më sfidues ose më me rrezik se sa të tjerat? Në të vërtet, ato që ndonjëherë nisin dhe me pa rrezik, gjithmonë deri në moment fundit kanë vështirësitë e tyre. Por mundohemi që të menaxhojmë të gjitha situatat të cilat mund të quhen të rrezikshme. Si thashë më parë, para pak ditësh kemi pasur një koncert i cili në fokus kishte kompozitor të kalibrit botëror, siç ishte Rachmaninov e Prokofiev. Ishte një koncert shumë i rëndësishëm për repertorin simfonik të orkestrës son, ku në qendër ishte pianisti Konstantin Tashko, një pianist i ri shqiptar, i cili me të vërtet ban peshën e programit të cilit ai interpretoi, dhe publiku ishte shumë entuziast dhe ka pasur me të vërtet kritika shumë të mira për sa i përket interpretimit të tij. Dhe ky koncert ishte me një peshë të rëndësishme për sa i përket përgatitjes, po ashtu dhe angazhimit të orkestrës me një repertor që është me të vërtet shumë i vështirë. Që në thelb duket e lehtë, se në fundit është orkestra e cila luan dhe nuk ka angazhime për sa i përket produksionit, skenografisë e tjerë, kur bën bashkë janë më komplekse, por duhet të them që çdo aktivitet dhe çdo shfaqje ka ato rreziqet e veta. Normalisht kur bëhet fjalë për një produksion të ri, është njësoj si të veshësh diçka të re që ti nuk e di se çfarë do të veshë dhe si do të ri. Por me provat dhe me përgatitjet duhet të kalosh të gjitha ato sfidat që ta bëjnë të realizueshme, dhe atje ku diçka është totalisht e pamundur duhet gjetur një zgjidhje. Sidomos kjo i përket realizimit për sa i përket produksioneve të skenave, të ndriçimit dhe aspekteve teknike, siç mund të jetë një opera e re e cila vendoset për herë të parë në skenë, siç do të jetë në fund të majit. Dhe çdo produksion i ri, sidomos kur mban emrin e një kompozitori të njohur dhe është një opera e cila njihet botërisht edhe vendoset për herë të parë në teatr ose një produksion i ri, kërkon një kujdes shumë të veçantë, sepse nëse është vendosur më parë në skenë, të gjitha kushtet janë për ta rivendosur, pavarësisht dëshirës për të përmirësuar aspekte të cilat i ka në dorë teknika apo teatri. Do doja të kaloni pak dhe nga institucioni tek ju si kompozitor. Është një proces i vështirë për të imagjinuar për shumicën e njerëzve, se ju duhet të mendoni përmes tingujve, ndryshe nga një shkrimtar që mendon nëpërmjet fjalëve dhe ne përgjithsisht mendojmë nëpërmjet fjalëve. Mund të përfitojë edhe piktorin ose regjisorin që përdor imazhet në imagjinatën e tij, po është pak e vështirë për të përfituar, si mendon një kompozitor, dhe duhet t'ju pyes si lind një vepër arti për ju. Mund të them se është një nga gjërat më të bukura që
mund të ekzistojë për mua krijimi i një vepre muzikore ose ndjesia që me të vërtet përballesh me sfidën e të krijuarit nëpërmjet tingujve, por dhe jo vetëm, sepse krijimi i një vepre muzikore kërkon një vëmendje të veçantë duke nisur nga njohja normalisht të gjitha aspekteve teknike për të realizuar një vepër ashtu siç duhet, por tek aspektet e brendshme, tek ndjesia, tek emocione të cilat ti duhet të përcjellësh dhe publiku duhet ta marrë këtë emocion dhe se si ky proces shkon nga nisja deri tek përfundimi i një vepre muzikore është shumë e bukur, është një lloj arkitekture e muzikës e cila ka të bëjë me shumë element, duke nisur nga koha që ke në dispozicion, koha që të duhet për të realizuar veprën dhe koha e cila realisht i duhet një vepre për të përballur me ato sfidat e kritikës e cila funksionon, qëndron në këmbë kjo vepër apo jo. Kështu që duhet marr parasysh që në një kohë shumë të shkurtër ti duhet të realizosh një vepër që ajo kërkon dhe kohën e vet për të vendosur në skenë. Duke u ndalur tek fantazia, tek aspektet teknike që duhet të jenë shumë të konsoliduara, sepse nëse ke të bësh me shumë element, me një orkestër, secili ka karakteristikat e vet, por ajo çfarë ti vendos si kompozitor është firma jote, është një krijim i yti i cili nis nga hiçi dhe përfundon me një dimension i cili në vetvete është i përbërë dhe me aspektet emocionale të interpretuesve që do ta interpretojnë. Kështu që merr parasysh edhe ndonjëherë kush do ta interpretojë, ku do të vihet në skenë, sidomos kur vendoset për herën e parë. Dhe sidomos tash përcjellja e emocioneve dhe ajo çfarë ti do të thuash nëpërmjet tingujve dhe sa vetvetja je nëpërmjet shkrimit tënd muzikor. Këtë gjë mund ta perceptoj publiku, ashtu si dhe kritika, por ajo që e mban në këmbë dhe realizon një vepër më së miri janë të gjithë komponentët, duke nisur nga shkollimi deri tek aftësia për të përcjellë emocionet, aftësia për të nxjerrë në pa të gjitha karakteristikat e instrumentave, duke vendosur lidhjet e tyre me njëri tjetrin, duke shkrirë gjithë fantazinë, duke u fokusuar dhe tek një subjekt i cili është i rëndësishëm për ta përcjellë nëpërmjet figurave të ndryshme muzikore. E di që në fillim destinacioni ku do shkosh apo është proces më... Ka disa teknika për të realizuar një vepër. Mund të jetë thjesht dhe një ndjesi personale, mund të jetë një çështje personale, mund të jetë një ngacmim i natyrës i cili mund të jetë një rebelim, mund të jetë një ngjarje historike, mund të jetë një ngjarje politike, mund të jetë një emocion i cili lidhet ngushtë me njerëzit, siç mund të jetë një ndjenjë, mund të jetë gjithçka. Dhe ndonjëherë mund të nisesh nga këto aspekte, të cilat janë të lidhura me emocionet, ashtu si mund të nisesh dhe tërësisht nga aspekte teknike, ku një vepër nis për një orkestër të caktuar, pa ndonjë lidhur ngushtësisht me aspekte emocionale, por me një rezultat ose me aspekte tërësisht teknike, ku në fund gjen një gjuhë, por ajo që të intereson është realizimi i më së miri i të gjithë komponentëve që në momentet e caktuar kjo vepër të rezultojë suksesshme. Por këtu bëhet dhe dallimi midis kompozitorëve të cilët i mëshojnë faktit të ngacmimeve nëpërmjet emocioneve, pra muzika në të vërtetë duhet të depërtojë te publiku, apo publiku duhet ta shohë si një formë e cila është perfekte në vetveten e vet dhe nuk ka çfarë publiku të shtoj. Mund të themi që mund të tek rasti im ato duhet të shkrihen të dyja në një, sepse në fundit është publiku, ardashësit, kritikat, të cilët nëpërmjet një gjuhe
që secili kompozitor zgjedh të shkruaj, por ajo çfarë duhet të arrijë misioni i muzikës, i cili ka për të ofruar emocione që të ngelen gjatë në mendjen e publikut dhe po ashtu në faqet e historisë së muzikës. Shumë faleminderit. Ju faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.